Horoskopi ditor e martë 17 qershor 2025. Horoskopi ditor i dashit 17 qershor 2025. Dashi, Marsi dinamik ju inkurajon të adresoni ambicjet tuaja me energji sot. Vendosmëria juaj natyrore do të jetë aleati juaj, veçanërisht në arenat profesionale ku një vendim strategjik mund ta çojë përpara karrierën tuaj. Kini kujdes nga impulsiviteti. Një zgjedhje e nxituar mund të krijojë tensione të shmangshme. Shfrytëzojeni këtë ndikim planetar duke përfshirë disiplinën në spontanitetin tuaj, duke ju lejuar të ndryshoni drejtim kur është e nevojshme pa humbur nga syt qëllimet tuaja. Ndërsa mëngjesi mund të kërkojë veprim vendimtar, lini vend për marrëdhënie personale në mbrëmje. Një bisede sinqert mund të zbulojë ndjenja të fshehura, duke forcuar lidhjet tuaja. Financiarisht është një kohë ideale për të eksploruar sipërmarrje të reja, por sigurohuni që i keni bërë detyrat e shtëpisë. Marrëdhëniet lulëzojnë me kompromis sot. Tregoni empati për të shmangur keqkuptimet. Energjia juaj fizike është e lartë, duke e bërë atë një ditë të mirë për aktivitete në natyrë. Ekuilibri midis ambicjes dhe depërtimit emocional do të përcaktojë suksesin tuaj. Mos harroni, durimi është po aq i fuqishëm sa këmbëngulja sot. Horoskopi ditor i Demit 17 qershor 2025. Demi, me Venusin në aspekt të hijshëm, afiniteti juaj natyror për harmoninë dhe bukurinë do të jetë në qendër të vëmendjes sot. Është një ditë e përsosur për të përkëdhelur veten ose për të përfshirë në aktivitete krijuese që qetësojnë shpirtin tuaj. Sa i përket karrierës, mund të ndjeni dëshirën për të shkëputur nga rutina dhe për të propozuar ide inovative. Mos u turpëroni, intuita juaj është aleati juaj sot. Diskutimet me kolegët mund të çojnë në bashkëpunime premtuese. Në marrëdhëniet personale, yjet inkurajojnë kultivimin e lidhjeve emocionale. Shprehja e ndjenjave tuaja mund të thellojë lidhjet tuaja. Prandaj mos hezitoni të jeni të prekshëm. Financiarisht jini të kujdesshëm me investimet. Kërkimet të hollësishme janë të këshillueshme para se të angazhoheni. Mbrëmja ofron një kohë të qetë për reflektim, duke ju lejuar të rivendoseni në përputhje me dëshirat tuaja të brendshme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në ruajtjen e ekuilibrit. Një qasje e moderuar ndaj dietës dhe ushtrimeve do të përfitojë mirëqenien tuaj të përgjithshme. Besoni në ritmin e jetës sot dhe përqafoni ndryshimin si një mundësi për të rritur në veten tuaj më të mirë. Horoskopi ditor i binjakëve 17 qershor 2025. Binjakët, shtrirja qiellore sot ofron një nxitje të gjallë për aftësitë tuaja të komunikimit. Biseda do të rrjedhë me lehtësi ndërsa Merkuri rrit mbretësinë tuaj intelektuale. Kjo është një kohë optimale për rrjedhim dhe bashkëpunim në projekte që kërkojnë si kreativitet ashtu edhe logjik. Në jetën tuaj personale, diskutimet e sinqerta mund të hedhin themelet për një kuptim dhe lidhje më të thellë. Sidoqoftë, mos harroni të dëgjoni sa më shumë që flisni për të shmangur keqinterpretimet e mundshme. Çështjet financiare kërkojnë trajtim të kujdesshëm. Shqyrtoni detajet para se të merrni ndonjë angazhim. Një informacion i habitshëm nga një mik mund të riformësojë perspektivën tuaj për një çështje urgjente. Sa i përket shëndetit, nivelet tuaja të energjisë po arrin kulmin. Shfrytëzojeni këtë vitalitet për aktivitet fizik që freskon si mendjen ashtu edhe trupin. Në dashuri, një takim i papritur mund të nxjisë intrigë. Përqafoni momentet spontane, por sigurohuni që jeni në përputhje me vlerat tuaja thelbësore. Mbani një qasje të ekuilibruar midis natyrës suaj kurioze dhe nevojës për qëndrueshmëri në qëllimet tuaja. Horoskopi ditor i Gafores 17 qershor 2025. Gafore, dinamika kozmike e sotme me hënën në një pozicion të favorshëm ju fton të besoni intuitën tuaj. Inteligjenca emocionale është forca juaj tani, duke ju nxitur të dëgjoni zemrën tuaj kur merrni vendime. Në mjediset profesionale, qasja juaj empatike mund të zgjidhë konflikte të gjata dhe të nxjisë bashkëpunimi me kolegët. Mund të ndjeni një instinkt mbrojtës ndaj të dashurve. Ofroni mbështetje duke ruajtur kufit për të ruajtur energjinë tuaj. Financiarisht, një pikpamje konservatore do t'ju sjellë dobi sot, pasi mund të shfaqen shpenzime të paparashikuara. Në çështjet e dashurisë, një bisedë zemër më zemër mund të sqarojë keqkuptimet dhe të forcojë marrëdhëniet. Gjatë pasdites, përqendrohuni në regjimet e kujdesit për veten që ushqejnë trupin dhe shpirtin, duke promovuar qetësinë e brendshme. Ndërmarrjet krijuese favorizohen, pasi shprehja e anës suaj artistike mund të çojë në gëzim të papritur. Mos harroni, mjedisi juaj shtëpiak është streha juaj. Marrja e kohës për ta përmirësuar atë mund t'ju ngrejë moralin.
Balanconi tendencat e kujdesit me vetëruajtjen për të qëndruar të harmonizuar sot. Horoskopi ditori Luanit, 17 qershor 2025. Luani, me diellin që ndriçon shtëpinë tuaj të vlerave. Sot ju fton të rivlerësoni prioritetet tuaja. Karizma juaj është rritur, duke e bërë atë një ditë fantastike për role udhëheqëse. Në karrierën tuaj, dilni me guxim në qendër të vëmendjes. Idetë tuaja do të tërheqin vëmendje dhe respekt. Megjithatë, keni kujdes nga angazhimet e tepërta. Parafrimi i detyrave me qëllimet tuaja kryesore do të parandalojë lodhjen. Në marrëdhëniet personale, ngrohtësia juaj i afron njerëzit. Sidoqoftë, mund t'ju duhet të kontrolloni natyrën tuaj të hapur për të parandaluar mosmarrëveshjet. Financiarisht, energjia është e pjekur për planifikim, në vend të investimeve të rrezikshme. Mbani në mendje objektiva të afatgjata. Në dashuri, pasioni juaj është i prekshëm. Përdoreni atë në mënyrë konstruktive për të thelluar lidhjet emocionale. Një gest vlerësimi mund të thotë gjithçka për dikë të veçantë. Në frontin e shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete që ju ngren moralin, të tilla si ndjekjet krijuese ose ngjarje shoqërore. Së fundmi, mos harroni se përzierja e vendosmërisë me empatinë mund të ndihmojë në përballimin e lehtë të sfidave të sotme. Horoskopi ditori Virgjëreshës, 17 qershor 2025. Virgjëresha, me qenë se Merkuri përmirëson aftësitë tuaja analitike sot, përqendrohuni në strategjinë e hapave tuaj të ardhshëm. Kjo ditë është ideale për të marrë me detyra që kërkojnë detaje dhe precizion, qoftë në projekte profesionale apo çështje personale. Shmangni të qeni tepër kritik ndaj vetes ose të tjerëve. Një perspektive e ekuilibruar do të jap rezultate më të mira. Në vendin e punës, efikasiteti juaj shkëlqen, duke tërhequr vëmendje pozitive nga kolegët. Diskutimet financiare favorizohen. Megjithatë, sigurohuni që të siguroheni për transparencë dhe ndershmëri. Në çështjet personale, merrni parasysh pamjen e përgjithshme në vend që të zhyteni në detaje të parëndësishme. Lejoni që natyra juaj edukuese të mbështesë të dashurit që kërkojnë udhëzimin tuaj sot. Është një ditë e mirë për vetanalizë. Prandaj merrni kohë për të medituar mbi vlerat tuaja thelbësore dhe se si ato përputhen me veprimet tuaja. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi mirëqenies mendore përmes aktiviteteve që qetësojnë mendjen tuaj, të tilla si yoga ose ushtrimet e vetëdijes. Mos harroni, fleksibiliteti në planet tuaja do të çojë në mundësi të paparashikuara. Prandaj qëndroni të hapur ndaj ideve dhe shtigjeve të reja. Horoskopi ditori Peshores, 17 qershor 2025. Peshorja, me Venusin që hedh një shkëlqim harmonik. Dita juaj është e përgatitur për sukses ndërpersonal. Energjia planetare mbështet krijimin e lidhjeve më të forta, duke e bërë atë ideale për pajtim ose thellimin e marrëdhënieve aktuale. Në mjediset e punës, aftësitë tuaja diplomatike mund të zgjidhin konfliktet dhe të ndërtojnë ura. Kini kujdes nga tejkalimi i vetes, ekuilibri është çelësi. Sot është perfekte për të vendosur kufi dhe për të siguruar që nevojat tuaja të përmbushen, ndërsa mbështesni të tjerët. Financiarisht, kërkoni këshilla para se të merrni vendime, duke siguruar qartësi në të gjitha marrëdhëniet. Kreativiteti rrjedh me bollëk, duke bërë që projektet artistike ose detyrat estetike të jenë përmbushëse. Në dashuri, sharmi juaj është magnetik, duke inkurajuar mundësi të reja romantike ose duke forcuar lidhjet ekzistuese. Nga ana shëndetësore, dita kërkon ekuilibër. Përfshini aktivitete që qetësojnë mendjen dhe trupin tuaj, të tilla si ecja ose meditimi. Ndjenja juaj e lindur e drejtësisë dhe pamësisë mund të frymëzojnë ndryshime pozitive si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Prandaj lëreni zërin tuaj të dëgjohet. Gjeni paqe në harmoni dhe besoni instinkteve tuaja. Horoskopi ditori Akrepit, 17 qershor 2025. Akrepi, në ndikimin depërtues planetar të sotëm, intuita juaj është arma juaj sekrete. Përdoreni këtë depërtim të shtuar për të lundruar në situata komplekse, qofshin ato punë apo marrëdhënie personale. Profesionalisht, është një ditë e shkëlqyer për të zhytur në mistere apo detyra të orientuara drejt kërkimit. Këmbëngulja dhe fokusi juaj do të çojnë në përparime që të tjerët mund t'i humbasin. Kini kujdes për intensitetin emocional. Kanalizojeni atë në përpjekje produktive në vend të fërkimeve personale. Financiarisht, është e mençur të rishikoni strategjitë e investimit për përfitim afatgjat. Sharmi juaj është bindës sot, duke tërhequr vëmendje pozitive dhe duke thelluar lidhjet me të dashurit.
Hapuni, por në mënyrë selektive, duke zbuluar dobësitë tuaja mund të forcojë marrëdhënie. Në çështje shëndetësore, jepni përparësi mirëqenies emocionale, ndoshta përmes praktikave reflektuese si mbajtja e një ditari. Natyra juaj transformuese mban çelësin për të evoluar modelet e vjetruara të së kaluarës. Besojini instinkteve tuaja dhe mbani mend. Durimi në proceset e rritjes personale përmirëson udhëtimin tuaj të përgjithshëm. Përqafojeni ndryshimin me hir dhe lejoni që drita juaj e brendshme t'ju udhëheqë. Horoskopi ditor i shigjetarit, 17 qershor 2025. Shigjetari, universi ju inkurajon të shfrytëzoni energjinë e gjallë të sotme për eksplorim dhe rritje. Me ndikimin e gjerë të Jupiterit, mundësitë janë të shumta, profesionalisht dhe personalisht. Aventura ju thërret, duke e bërë atë një kohë të shkëlqyer për të ndjekur njohuri të reja ose plane udhëtimi. Megjithatë, kini kujdes nga teprimi. Harmonizoni entuziazmi me praktikën për të maksimizuar suksesin. Krijimi i rrjeteve mund të rezultojë në aleanca të dobishme. Prandaj qëndroni të hapur ndaj lidhjeve të reja. Perspektivat financiare duken premtuese, por sigurohuni që të bëni kërkime të plota përpara se të hidheni në investime të reja. Marrëdhëniet personale lulëzojnë me komunikim të sinqert. Ndani njohuritë tuaja filozofike me të dashurit për të frymëzuar rritje të ndërsjellë. Aktivitetet fizike favorizohen dhe optimizmi juaj natyror siguron që të shijoni çdo gjë që ju del përpara. Në dashuri, sinqeriteti nxit një kuptim më të thellë. Duke balancuar dëshirën tuaj për liri me përgjegjësinë, do t'i përballoni sfidat e sotme me lehtësi. Lëreni shpirtin tuaj aventuresk t'ju udhëheqë. Por mos harroni, vlera e udhëtimit shpesh qëndron në vetë rrugën, jo vetëm në destinacion. Horoskopi ditor i Bricjapit, 17 qershor 2025. Bricjapi, ndikimi pragmatik i Saturnit sot ju nxit të organizoheni dhe të reflektoni mbi aspiratat tuaja afatgjata. Kjo është një ditë e shkëlqyer për planifikim strategjik dhe vendosjen e qëllimeve realiste, veçanërisht në karrierën tuaj. Qasja juaj e disiplinuar siguron rezultate të prekshme. Prandaj përqendrohuni në detyrat që kërkojnë qëndrueshmëri dhe ekzekutim të detajuar. Kujdesi financiar ja vlen. Merrni në konsiderat rishikimin e buxheteve dhe uljen e shpenzimeve të panevojshme. Në marrëdhëniet personale, besueshmëria juaj ju fiton respekt dhe admirim, por komunikoni hapur për të parandaluar keqkuptimet. Bisedat emocionale mund të sjellin qartësi dhe të forcojnë lidhjet. Edhe pse tendenca juaj mund të jetë të merreni me gjërat vet, kërkimi i mbështetjes mund të jetë i dobishëm. Nga ana shëndetësore, shmangni mbi ngarkesën e vetes. Balanconi punën me pushimin për të ruajtur vitalitetin. Orët e mbrëmjes mund të sjellin zbulime të thella, jini të hapur ndaj tyre. Kultivoni durim dhe qëndrueshmëri në ndjekjet tuaja, duke ditur se këmbëngulja mund t'i transformojë ëndrat në realitet. Besoni në udhëtimin tuaj dhe në progresin e qëndrueshëm që po bëni. Horoskopi ditor i Ujorit, 17 qershor 2025. Ujori, me uranin që rrit shpirtin tuaj inovativ sot, përqafojeni ndryshimin dhe kultivoni perspektivën tuaj unike. Mendja juaj është plot me ide për shpikje ose përmirësim, duke e bërë atë ideale për projekte bashkëpunuese ose seanca idesh. Profesionalisht, qasja juaj progresive tërheq vëmendjen. Përdoreni atë për të nisur iniciativa të reja që stimulojnë rritjen. Financiarisht, merrni në konsiderat rrugë jo konvencionale, por verifikoni qëndrueshmërinë e tyre. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga natyra juaj gjithëpërfshirëse. Kërkoni aktivitete në grup ose ngjarje komunitare. Origjinaliteti juaj mund të nxjisë shkëmbime kuptimplote, duke krijuar lidhje që t'i kalojnë të zakonshmen. Në dashuri, paparashikueshmëria juaj është joshëse, por sigurohuni që partneri juaj të ndihet i sigurt me spontanitetin. Nga ana shëndetësore, nivelet tuaja të energjisë rriten ndjeshëm. Prandaj angazhohuni në aktivitete që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Ekuilibri është qelësi, ushqeni lidhjet tuaja duke nderuar lirinë personale. Jini të përgatitur për njohuri të papritura që sfidojnë botëkuptimin tuaj. Përshtatja ndaj këtyre zbulimeve me një zemër të hapur do t'ju lejojë të shprehni plotësisht veten tuaj autentike sot. Horoskopi ditor i Peshqve, 17 qershor 2025. Peshqit, energjia kozmike sot rrit ndjeshmërinë tuaj emocionale dhe intuitën krijuese. Kjo është një ditë për të shfrytëzuar këto cilësi për të ushqyer si botën tuaj të brendshme, ashtu edhe marrëdhëniet e jashtme. Mjediset profesionale përfitojnë nga depërtimi juaj i dhëmshur.
Qasja juaj empatike mund të lehtësoj punën në grup dhe mirëkuptimin. Angazhimi në projekte krijuese do të jetë veçanërisht i shpërblyer, duke ofruar si kënaqësi ashtu edhe njohje të mundshme. Financiarisht, ecni but. Shmangni vendimet impulsive dhe merrni në konsiderat sigurinë afatgjatë mbi fitimin afat shkurtër. Në marrëdhëniet personale, natyra juaj edukuese nxit ngrohtësinë dhe lidhjen, por keni kujdes të vendosni kufi të shëndetshëm për të ruajtur mirëqenien tuaj. Dashuria rrjedh butësisht. Momentet e cenueshme pasurojnë lidhjet tuaja dhe hapin shtigje për dialog kuptimplot. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi praktikave shpirtërore që e mbështesin dhe qetësojnë shpirtin tuaj, siç janë meditimi ose shëtitjet në natyrë. Reflektoni mbi ëndrat tuaja, pasi ato mund të përmbajnë përgjigje për dilemat e jetës së zgjuar. Besoni në mençurinë tuaj të brendshme dhe përqafoni misteret e jetës me kuriozitet të butë sot. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.